Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, as-salatu was-salamu ala rasulillahi wa ba'd. Falënderojmë të madhin Zot, Allahun xhalla xhelalu, mirësi dhe bekimet e Zotit qofshin profetin sallallahu alaihi wasallam. Zotit I lutem të na dhurojë dije të dobishme, na mundsoj vepra të mira sa të jemi gjallë, na furnizoj me furnizim të pastër dhe halal. Zotit I lutem që dija që ne marrim dhe japim të jetë argument dhe dëshmi për ne dhe jo kundra nesh ditën e Kiametit. Inshallah taala po e fillojmë me pyetjet, të cilat janë të depozituara. E nëse vëllezërit ose motrat kanë pyetje për të bërë, mund t'i bëjnë, s'ka asnjë problemi, vetëm se t'japin një sinjal më përpara. Atëherë thot, a lejohet preja kurbanit në ditën e dytë të Kurban Bayramit? Kurbanet në Kurban Bayram kanë të drejtë të bëhen ditën e Kurban Bayramit, pra ditën e Bayramit, dhe 3 ditë të tjera pas. Pra koha kur mund të bëhet kurban është 1+3, sepse Kurban Bayrami është 4 ditë. Ndryshe nga Fitr Bayrami që është vetëm 1 ditë. Pra Fitr Bayrami, pra Bayrami që vjen mas Ramazanit, është vetëm 1 ditë, ndërsa Kurban Bayrami është 1+3 ditë. Kështu që mund bëhet kurbani në Kurban Bayram ditën e parë, mund bëhet kurbani në Kurban Bayram ditën e dytë të tij, mund bëhet kurbani në Kurban Bayram ditën e tretë të tij, mund bëhet kurbani në Kurban Bayram ditën e tretë të tij, mund të bëhet kurbani në Kurban Bayram ditën e katërt deri në namazin e akşamit. Ndërsa shpërndarja mund bëhet edhe më pas, po si prerje që të quhet prerje e saktë, pra që ti heq detyrën e kurbanit, quhet deri në ditën e katërt para namazit të akşamit. A lejohet bërja e syve operacion me laser për të hequr syzet, por edhe për estetik, po edhe për të rregulluar pak pjesën e veshëve, sepse ka shkaktuar dhimbje edhe deformim. S'përbën problem, nuk përbën problem. Përderisa është për nevojë, ka hapësirë, tolerancë për të gjitha këto, kështu që nuk ka asnjë lloj problemi. Një mika ime kur shkon të vizitoj nënën, gjithmonë vëllai I madh I bën sherr, po kështu edhe nëna I fut fjalë që kjo nuk I thotë, dhe gjithmonë vajtjet në familjen e saj përfundojnë me sherrë dhe debate shumë të ashpërta. Dhe kjo sa herë ik prej tyre vetëm se qanë. Po leti rralloj vizitat. Pra përderisa që kanë vizita vajtuse me porosi, vizita që çokan në vaj e në lotën, në qyra kur I thonë, atëherë leti rralloj vizitat, se nga njerë dhe vizitat e shpeshta bëhen bezdisur, kështu që njerëzit ndoshta kanë nevojë edhe për çik qetësi më shumë. Kështu që pas stres edhe rralloj pak vizitat. Një pyetje që po ma mundon shumë shpirtin, para disa muajsh më ka vdek një vëlla dhe rroba që I ka pas vesh ne I kemi hedhur pa I larë. Mirë po dikush po na thot se shpirti në varr nuk I qetësohet të vdekurit sepse nuk I keni larë rrobat që keni hedhur. S'ka lidhje kjo, nuk ka lidhje. Këta janë njerëz të çmendur që hapin kështu muhabetesh. Subhanallah, nga I kanë gjetë më burr, nga I kanë gjetë të gjona në vëlla. Thonë që nuk bën të flesh me krevat në mes të dhomës. Po çfarë thonë tani? Budallënit s'kan ku mbyllën gojë dhe budallënëve. Çfarë thonë? Sa ke për në gjuhë, sa të rrojsh. E rëndësishme me fe dhe me besim nuk ekziston kjo lloj gjëje, besimit nuk I njohin. Kam probleme me sy dhe nuk kam mundësi për të lexuar. Dua të lexoj Kur'an, por nuk mundem se kam shumë të vështirë. Po kontrollohu për syt inshallah, bëj operacion sysh.
por mund të bësh khat me Kur'anin me dëgjim. Ai që s'ka mundësi të lexojë, për shembull rastin fjalë ndoshta s'ka mundësi me bërë operacion, se fjala operacion i llavgoje duket, po dikush si ka mundësi. Atë kush nuk ka mundësi, dhe kjo vlen edhe për të tjerë që nuk dinë ta lexojnë Kur'anin, bëhet khatme me dëgjim. Si me thonë, çdo ditë nga i xhuz. 30 ditë, 30 xhuzme. Kjo quhet khatmja me dëgjim. Khatmja me dëgjim. Khatmja më e mirë është khatmja me mbyllja e Kur'anit për khatmja. Khatmja më e mirë është khatmja me lexim. Po kush nuk ka mundësi me lexim, e bën khatmen me dëgjim. I nderuar hoxh, kam një hall, të lutem shumë. Burri nuk e mban veten hiç, i vjen aromë e rënd, nuk e mban fare higjienën personale. Aromë e keq i vjen nga goja, po kështu edhe nga teshat, rrobat. Është punëtor, është i mençur, punon shumë, sjell në familje, po kjo pjesa e higjienës mua po më shkatron jetën. Unë e këshilloj vazhdimisht, pa ai nuk ma merr parasysh hiç, dhe këtë gjë unë po e vuaj shumë. Halla kjo botë, subhanallah. Subhanallah. Që Islami kësaj pjese i ka kushtuar shumë rëndësi, subhanallah. Islami pjesës higjienës personale i ka kushtuar shumë rëndësi. Abdesi, mizvaku, gusli, subhanallah. Vetë pejgamberi alayhis salam i kushton të rëndësi kësaj pjese. Vetë Islami e thot parfumosjen e kudizjon e tjerë. Ka njerëz që se kanë heq akoma ignorancën. Për këtë arsye, tregohet që Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu para se marrë në Medinë, ka qenë me nxënësit e vet, edhe ka ndalu diku atje dhe është larë, është pastruar, është parfumos, është krehur, pastaj është fut në Medinë. Dhe i ka thonë njëri për nxënësve të tij, i ka thonë, o sahabi, o shok i pejgamberit alayhis salam, pse e bëre këtë punë? Tha, nëse duam që gratë tona të jenë sa më të paraqitshme për ne, edhe ne duhet të jemi sa më të paraqitshëm për gratë tona. Kështu që është reciproke, nëse do që gruaja jote, domethënë, të jetë sa më e hishme dhe më paraqitshme siç don çdo mashkull, atëherë kështu duhet të jesh ti për gruan tate, për bashkëshorten tënde. Që me të vërtetë dikush mund të habitet, po ky është problem serioz vallaj. Ky është problem serioz. Madje në librat e fikut për gjëra interesante, flitet pikërisht për këtë temë kur qëllon gruaja e tillë. Kur qëllon gruaja pise. Në librat e fikut, në kitabin e talakut, përmendet si mesele. A lejohet burrit thotë që ta ndajë nëse qëllon gruaja pise? Po kjo vlen edhe për palën tjetër. Kështu që pse duhet me e çu punën deri këtu? Subhanallah. E rëndësishme motër, bëj sabër, këshilloje, fut prindrit në lojë, fut njerëzit në lojë. Ose hapi lavazh. Sa herë vin në shtëpi, fute boj në kështu në i gjokshi të bjerë në ujë, të lahet. E i zotin, alhamdulillah. Doja të di, a lejohet me qedh djalin tim që është 10 muaj s'ka bë akoma vitin, pra nuk e ka mbush akoma vitin. Lejohet, çfarë lidhje ka e punë? Lejohet me qedh një javën e parë, është sunet biles me arrujt kokën ditën e 7 çunit. Javën e dytë, muajin e parë, muajin e dytë, muajin e 7, muajin e 8, muajin e 9, muajin e 10, po nga që këto kanë traditë që në kryet vitit i presin pak flokët, e këto janë si një islami këto lloj traditash, nuk kanë lidhje me fenë e Zotit. Ne që e kemi makinën me kratë kundërt, si t'ja bëjmë kur të hypim, se ti the hynet me komën e djathtë dhe thuhet bismillah. Hyni me komën e majtë do burr, s'ka problem. Stresit zero. Ata që e kanë timonin anglez, hynë me komën e majtë, bë bismillah me të majtën edhe ec. Stresi zero.
Jam duke u njohur, thot, me një vajzë besimtare, e cila i ka të gjitha, thot, sjelljen, edukatën, fenë, besimin, edhe hijabin. Mirë po, familja ime në momentin që e mori vesh që kjo vajza është me hijab, më kanë dalë të gjithë kundër. U inatosën me mua, thot, dhe mami më tha, nuk ka shans që të futet në shtëpinë tonë një vajzë e tillë. Më mirë pa martu se sa të martohesh me të. Jemi ndakord, më thanë, që të falet, por pa shami. Si e shpjegon këtë gjë? Bëj sabër vëlla, bëj durim. Ai që po martohesh je ti, as babi jot, as mami jot. Kështu që nëse goca ka këto virtyte që ti përmende, shkollën, edukatën, sjelljen, moralin, komunikimin e mirë, është e dashur për ty, pas ka dhe shamin, mashallah te barakallah, shumë mirë, alhamdulillah. Mund të dalësh në vete. Prindërit me që kanë dhe fëmijë të tjerë, me që kanë dhe moshën, çfarë problemi ka? Nuk është kush patjetër ta fusësh ke shtëpia. E fut në shtëpi tjetër, merr i hyrje tjetër me qira, edhe mbështet ju Zotit, shif jetën tate. Këta prindër inshallah taala një ditë do të ftjellohen, do të ju vi mendje inshallah taala. Desha me ditë çfarë ndodh me një që s'ka dëgjuar kurrë për fen islame, pra ka lindur në një vend ku nuk praktikohet, as nuk flitet për fen. Ku do të jetë ai në atë botë, në xhenet apo në xhenem? Njerëzit që nuk i ka ardhur argumenti në këtë botë, thot Zoti në Kur'an, "Wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula." Nuk e dënojmë askënd pa i ardhur atij fakti, argumenti, pa e kuptuar mirë argumentin. Fjala rasul nën kupton kuptimin e argumentit. Kuptimin e argumentit. Ka thënë pejgamberi sa wallahi la yasma'u bi. Pasha Allahu nuk dëgjon për mua. Pra kushti është të dëgjoj dhe të dëgjoj me kuptimin ta kuptoj Islamin, fen, t'i paraqitet si ofertë Islami. E nëse njeriu nuk i ka ardhur si ofertë, ose i ka ardhur oferta gabim, ose është rritë në një ambient që nuk ka marrë mesazhin e vërtetë të Islamit, por ka marrë një mesazh të gabuar për Islamin, etj. Këta njerëz sprovohen ditën e Kiametit. Ngjallen në vete dhe sprovohen ditën e Kiametit. Ju vjen një profet, ju flet për Zot, ata sikur janë në këtë botë do të jenë. Sikur janë në këtë botë, ju bëhet sikur janë në dynja. Ju vjen një profet ju flet për Zotin, për besimin, me mrekullie, me gjitha sikur me qenë këtu në këtë dynja. Sa për tu ndarë puna e tyne, se ku do tjetë fundi i tyre në xhenet apo në xhehenem. Anonim të lutem, kështu e ka nisë pyetje në fillim fare, sa këto kujtojnë se unë i nxjerr pyetjet. Tregon në një këshill, thot, për ato nëna vjera se disi nuse kësaj familje në hall, thot, po Zoti është i madh e janë lënë dorë të Zotit. Po mirë, alhamdulillah. Mbyllë me kaq edhe. Vjera thot gjithë ditën merre me mua, thot, i thirr vajzat, i thirr dhe vllajën e burrit dhe u tregon gjërat personale të mia. Dhe kur takohemi ne, thot, me ata që ata na vinë në shtëpi, ato përsërisin gjërat e mia intime. Dhe me burr, kur jam në dhomë, disa herë e kam zënë mbas dere duke dëgjuar fjalët që flasim ne. Unë po e bëj detyrën time për hatër të burrit, po kjo s'është e drejtë me mua arrin të tjerëve të tregu se ndër personale shtëpisë të mia dhe jam shumë pozitë keqe. Në këtë rast i lejohet nuses të kërkojë me dalë në vete. Në këtë lloj rasti kur ka të bëjë me këtë lloj monstrash, i lejohet që të kërkojë të dalin në shtëpinë vete. Që nga Ramazani është, thot, më ka ardhur një dëshirë shumë e madhe për të mbuluar. Mashallah, shumë mirë. Dhe do të marrë mendimin dhe mbulova. Mirë, po kjo ka sjell tension me prindërit e mi. Ata mendojnë se ky vendim vjen nga izolimi, pasi për momentin jam pa punë dhe po përgatitem të nis një kurs në qershor për të hapur një biznes timin. Më thonë që nuk është pjesë e traditës sonë të mbulohemi si arab. Dhe kjo më dhem shumë. E po, të mbulohesh e të arrish kënaqësinë e Allahut, e të jesh kaq mirë ke Zoti, ti mos mendon se kjo do të kaloj me duar trokitje. Ti mos mendon se njerëzit do të thonë bravo i qoftë, bravo i qoftë.
sa e devotshme, sa e përkushtuar. Normale që do të sprovohesh. Ka thënë Zoti në Kur'an, hasiben nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. A mos vallë menduan njerëzit se do të thonë besuam dhe nuk do të vejnë në provë? Ti mendon se do të vendosësh hijabin dhe ky brez që ka dalë nga komunizmi do të duartrokasi dhe do të thotë bravo të qoftë, vallai nuk ndodh kurrë për Zotin. Përveç se janë njerëz me logjik. Përveç se nëse janë njerëz me logjik, po që njerëz me logjik thonë si të ndihesh ti më mirë bija ime. E nëse janë njerëz të injektuar nga komunizmi, kanë këto muhabete si po të bëjnë ty. Unë fal namaz prej Ramazanit dhe punoj që kam marrë punës gjatë dhe jo çdo herë të njëjtë, kështu që nuk mund t'i fal vaktet ashtu siç duhet. Dhe kur vin në shtëpi i fal vaktet të cilat kanë kaluar, pastaj të tjerat radhazi. Dhe se burri më ka thonë, mase punoj edhe kam orar të gjatë, nuk kam nevojë me i fal vaktet. Ky që ka kokë. Të lutem na jep numrin e burrit tat që kur të kemi ndaj pyetje për Islamin ta pyesim se ky qega i madh fare ky. Nuk lejohet që njeriu të neglizhojë kohët e namazit, absolutisht. Edhe nëse është në punë, edhe nëse është pa punë. S'lejohet, namazi duhet fal, edhe nëse je në punë, duhet më u fal. Nëse ndonjëherë që ik në namaz për një arsye apo tjetër, okay. Ama ta bësh rregull që sa herë në punë i fal ke shtëpia, thuj burrit, ka thonë Hoxha Ahmedi, një tas lalt me pak krip, edhe të bën mirë inshallah, edhe të vinë mend inshallah. A është gjuna thot mbahet lepur në shtëpi? Jo, nuk është gjuna. Asnjë lloj gjuna nuk është. Ata që thonë se është gjuna janë besutni, paganizma, s'kan lidhje me fenë e Zotit. Goca më qanë ndonjëherë në gjumë natën ose ditën dhe shumë njerëz më thonë që rafin, kështu ka thënë rafin, pra e godasin, me leqt, me lajket e ngjyt në gjumë. Ej Zoti më. Rafin me lajket në gjumë. Është rren, është mashtrim. Me lajket nuk rafin njëri. Xhind mund të rafin. Po unë mendoj se mund të jetë në mësysh që ka fëmija, knoj Kur'an, knoj vojët ullinit dhe lyje fëmin, inshallah taala, një javë, 2 javë dhe inshallah i largohet çdo gjë. A është e vërtetë që thuhet se nëse fëmia i parë është vajzë, do të thotë se Allahu e ka bekuar, se kështu thoshte një hoxh, po ne që Zoti na ka dhënë fëmin e parë djalë. Se ekziston kjo në Islam. Nuk ekziston në Islam që po që fëmia i parë vajzë je i bekuar, se ekziston çfarë lidhje ka? Ka lidhje me fenë e Zotit kjo punë. Mund të jetë djalë dhe je i bekuar, mund të jetë vajzë dhe je i dëshpëruar. Çfarë lidhje ka? Nuk ka lidhje gjinia e fëmisë. Gjinia e fëmisë është prej Zotit të Madh. Një afër me ime ka 6 çuna dhe ajo ka bërë shumë sakrifica në jetë që nuk përshkruhet as në një libër. Mirë, po asnjëri prej tyre nuk është i hajrit, as nuk e ndihmojnë, edhe pse ata janë gati pothuajse shumë të thyer në moshë. Më i madhi i 6 fëmijëve është 45 vjeç dhe më i vogli 34 vjeç, akoma kërkojnë shërbim nga nëna. As nuk e respektojnë, janë harbut me sjellje, ofendojnë shumë rënd. Dhe ajo është një moshë kaq të madhe, kaq halle ka kaluar sa që nuk mund ta përshkruaj. Një nga çunat edhe falet, por e ka gojën shumë të pisët. Ty të ndjekin në rrjetet sociale, a mund të bësh një këshill për këta? Allah, këta s'kan për të bë hajër. Sikur 340 vjeç me jetu këta, e 500 vjet me jetu këta, ta s'kan për të bë hajër. Një fëmijë që nuk din rendin, pozitën, që i ka falë Zoti prindit, pasha Zotin e mund nuk ka për të bë hajër, pasha Zotin e mund. Dhe këtu ne marrim një mësim të rëndësishëm. Cili është mësimi? Edukojeni fëmijët me besimin në Zot. Po nuk edukohet me besimin në Zot, çdo gjë ka përqen interes dhe pazar. Ju shërbeve kanë interes, kanë për të marrë më të mirë. Mbaroi interesi, s'ka më shërbim, kanë për të gjujt.
Kështu që gjëja më e mirë që duhet me bëj me fëmijët tanë është t'i ushqejmë atyre dashurinë për Allahun, frikën prej Zotit, besimin në botën tjetër, xhenetin, xhehenemin. Ja rasti, 6 fëmijë, asnjë s'do më ditë për nonë dhe për babë. Që mos e bofshin pikën e hajrit, mos e bofshin. Se vjen zorë, se vjen turp. E kam vjerën në shtëpi dhe sa herë që i përgatis ushqim burrit tim nuk ka qejf, xhelozon pse burri e pëlqen shumë ushqimin tim. Ka dëshirë vetëm ajo të gatuaj, s'më lë as ta afrohem. E smur. Ti mos e prish Terezin fare, ti vazhdo historinë tate. Ço herët marroj të gjitha lej gati. Kur çohet nga ora 8-9, selam aleikum, aleikum selam. Smur, njërë smur, vallaj bilaj, për Zotin. Para disa vitesh kam futur lek në bank, përse kam ditë se ka përqindje. Tani duhet i mor, por duhet ta ditë çfarë duhet bëj me lekët e përqindjes. Merri lekët e përqindjes, edhe këto lek futen në diçka që është interes i përgjithshëm. Për banjë xhamie, për mure, le të themi rrethuese të xhamiave, për oborre xhamiash aty ku ka lule për shembull se bar, për rrugë, për ura, për puseta, pra për interesat përgjithshme. Edhe nuk shkojnë këto lek në shtëpi, pra nuk bën më ushqy me këto lek. Edhe çfarë ka kalu, ka kalu. A mund t'i japësh mes çorapeve që janë pak të lagta pasi ishin të lagura më herët? Nuk është kush që t'jenë të thata çorapet apo mestet kur ju jepet mesti. Edhe nëse janë të lagura, mund t'u jepet mest, nuk ka asnjë lloj problemi. Unë dhe prindrit e mi jetoj me gjyshit dhe mami kujdeset për ta, por ata nuk e vlerësojnë dhe vetëm e shajnë dhe ofendojnë. Dhe i kanë thënë që me që falesh, dil nga shtëpia. Por mami nuk ka dashur të na përçajë si familje dhe ka duruar për hir të Zotit. Sa herë që ata flasin mamit fjalë shumë të rënda, unë i kundërshtoj. Dhe mami po më thotë se kam shumë gjuna ta bëj këtë pasi gjyshit janë bekim në shtëpi. Dhe Islami na mëson ta duam. Mashallah, çarnusi. Mashallah, Zoti e rujt nonën tuaj si që e ka Flori. A kupton ti apo jo? Edhe e trajtojnë në këtë formë dhe kjo ju thot fëmijëve jo mos i kundërshtoni prindrit, gjyshin dhe gjyshin se janë bekim në shtëpi. Mos hyni në gjuna. Kjo është ky lloj modeli nusesh është specie në zhdukje. Se ekziston. Vallahi bilaj. Edhe ajo përdorimin që ka dhe për këto fjalë që thot Zoti mod ka për t'ia kompensuar kafshërinë e tyre, ka për t'ia kompensuar Zoti kush e di se si më së miri, vallahi bilaj për Zotin. A e kam haram thotë t'ju mbaj me ri gjyshet dhe gjyshes që e trajtojnë nënën tim në këtë formë? Apo të duroj kundrejt gjithë ofendime që ato bëjnë mamit tim? Ti bëj çfarë thot mami jot. Mami jot e di më së miri këtë gjë. Përderisa mami thot bëj durim, ti bëj durim. Edhe kështu po ta them në fjalë, mam si mami jot nuk ka mbot, vallahi bilaj për Zotin. Për Zotin, mashallah, Zoti e rujt edhe e bekoft. Hoxh kam rënë hall të madh, thot pashallah, më ka ratë tërës gruaja, sepse më ka parë në ëndër duke shikuar një vajzë tjetër dhe po më akuzon për tradhti se thot ëndra është fakt dhe argument. Ja, nusja tjetër e kundërt asaj të parës, njëri i çmen. S'ka, këto nuk ka spital pesë që i merr përsipër, vallahi bilaj. Edhe pesa këtë lloj femre nuk e merr dot përsipër. Thot sorry, çojeni diku me fjalë se është nuk bëhet. Më ka marrë gruaja tërës thot se më ka pa ëndër duke shiku. Po ta kishte pa gruaja duke bëhen ai gjë me një gru tjetër. E kishte vra. Këta njerëz me skizofreni quhet, skizofreni e fshehur. Këta vetëm ilaçi ose gjilpëra e kalit ose gjilpëra e elefantit i bjerë në Terezi.
për zotin, duen lidh, çu me policia të në spitale dhe duen shiringos. Për zotin, në të rrezikshëm valla. Për zotin, po me pa burrin që nëndër të bënë e gjatë tjetër. Iku burri, ra dëshmor. I zotin, la ilaha illallah. Si duhet veprojmë nëse në një rast ose në rrugë ose diku tjetër në një ambient publik gjejmë një orë dhe ajo ka shumë kohë aty. Lërë aty, ç'po duhet? Po vërtet ajo ora aty, më merrni, mos më lini këtu. Sepse ajo ora është dy llojesh. Orë që ka një vlerë të madhe, duhet rish një vit aty duke vënë njoftim. Tu është gjetë një send me rëndësi ose një orë që ka vlerë, kush e ka humbur të kontaktoj. Dhe ai duhet të kontaktoj, thot, është orë kështu, me rryp kështu, e kështu e tjetër, po ta thot me cilësit, ja jep. Nëse kalon viti dhe nuk prezanton, nuk thot dikush diçka, nuk kërkon dikush, atëherë mund ta marrësh për vete. E nëse është orë që nuk ka ndonjë vlerë të madhe, atëherë mund ta marrësh qysh nga fillimi, nuk ka problem. A është e vërtet kjo që kam lexuar në një faqe islame që thot, Imam Gazaliu është parë në ëndër mbas vdekjes dhe u pyet, cili veprim të çojë në faljen e Zotit? Ai tha, i dhash ujë një mize të etur. O Zot, o Zot. Këta nuk ka kush i arreston për Zotin. Nuk. Është parë imam, thot Gazaliu, në ëndër dhe e kanë pyet, për çfarë të fali Zoti? Tha, i kam dhënë, tha, ujë një mizet e, hajde merre mend dikush do të jetë miza që ka etje. Kupton ti apo jo? Edhe si i ka dhënë ujë mizës në vëlla, si i jepet ujë mizës? Ë? E ka pa një mizë të hetur që i merreshin mend, ka marrë një tap me ujë dhe ka ardhur. Këta nuk ka kush i arreston dhe këto faqe nuk ka kush i mbyll. Kjo është ofendim për inteligjencën njerëzore, është ofendim i madh kjo, kupton? Është ofendim i rëndë shumë. Thot pse e fali Zoti Imam Gazalin, thot, se i ka thonë Imam Gazaliu nuk ka lënë shkencë për shkencave të Islamit pa bë libër. Në fiqh, në usul, në akide, në hadith, o Zoti i madh. Të gjitha këto se ka falë Zoti për Ihya Ulumuddin për shembull, as për El Mustasfa, as për librat që ka bërë Imam Gazaliu që janë libra famoz, nga librat më të rëndësishëm në bibliotekën e Islamit, të gjitha shumëzim zero, po për çfarë i ka dhënë ujë një mizë të etur. Nëse kjo do të jetë një shembull që këto faqe me të tilla gomarrliqe ti hiqni nga jeta juaj e ndjekjes, le të themi, në rrjetet sociale. Thash pra, jo vetëm fetarisht është e dobët, po edhe për mendjen, logjikën, për inteligjencën është e turpshme që njerëzit të besojnë brotshkulla të tilla. Dëgjova nga një motër muslimane që tha, kur blejmë rroba të përtorura duhen larë 7 herë para se të vishen. Mirë që s'pas ka thonë edhe një herë me dhe. Jo çdo njeri që flet në emër të fesë do të thosë se ja qëllon. Edhe kjo motra muslimane mund të jetë nga pjesa e popullit dhe e masave që flasin në ajër. S'është e shkruajtur më askund. Madje një rrobë, nëse është e pastër, mund ta veshësh pa e larë fare. Përveç se nëse sheh tek ajo njolla apo ka aromë apo diçka, okay. Do ti. A nëse s'ka njollë, nëse s'ka aromë, do të thotë edhe pse është e përdorur, mund ta veshësh, nuk ka asnjë problem fetarisht. Një ditë u aksidentua vjerri im dhe të nesërmen burri im
vjera ime ka marrë një pulë të zezë dhe e theri mes një kryqëzimi dhe e la kokën e pulës ta shtypin makinat në rrugë. Dhe më tha që kështu i kanë thënë: "Të lutem, çfarë lidhje ka kjo me aksidentin që patën dhe çfarë duhet realisht të bëhet në tilla raste?" Larg budallënjve, në tilla raste më u largu sa më shumë prej budallënjve. Se çfarë lidhje ka therja e pulës kur dikush ka bërë aksident, vetëm këta e din, se me fe, me Zot s'ka lidhje. Shif tani, duhet therë pulë e zezë, 1, therë në kryqëzim, 2, të hidhet kokën në rrugë që ta shtypin makinat, 3. Do thonë 3 çmenduri njëra mas tjetrës. Çmenduri në kub. Jo çmenduri në katror, po çmenduri në kub. Pula duhet të jetë e zezë, çmenduria e parë. Duhet therë ke semafori, çmenduria e dytë, duhet të hedhë në rrugë që ta shkelin rrotat e makinave, çmenduria e tretë. Sabër, duhet më bë sabër. Çfarë duhet më bën tilla raste? Duhet falendëru Zotin. Duhet ardhë në xhami, më u fal, më u lut, më u çun natën, më falendëru Allahun që kam pështu njerëz nga aksidenti. Jo më therë pula, të falët Allahu, të falët Zoti i Madh. Masi të vdes familjari, babai thotë se nuk duhet me lanë shtëpinë pa njerëz 40 ditë. Mirë, po ne jemi në gurbet. S'ka lidhje kjo punë fare. Nuk ka lidhje kjo punë fare, hiç. Nuk i njeh Islami këto besytni. Në një faqe gjetëm, ata më shifë këtë se që e ka e bukur kjo. Faqja e pas ka emrin Bilal Pik. Po jo Bilal i jonë, jo. Bilal Pik, jo Bilal Habibi. Shive? A duket aty të kamera? Ha? Thot, në çdo sheg pa tjetër gjendet një pik nga uji i xhenetit. Muhamedi a.s. Ajo ardë Zoti akut juve që shpiftni në emër të Muhamedit a.s. Mos e bofshi hajër në Zotin më. Ju që shpiftni hadithe dhe shpikni hadithe, kur mos bofshi hajër, as në këtë botë as në botën tjetër. Në çdo sheg pa tjetër gjendet një pik uji i xhenetit. Ky do të ketë qenë tregtar shegësh, që t'i hecin shegët, tak ka futi hadith. Dhe i Zotit më, la. A është normale që një rukjexhi, kur i thash të më lej një takim për rukje, të tregon hala pa shku sa kushton seanca e parë? Po më mirë që të trego se maro punë ti, thot ai paguaj 500 që e të kthehet gjinni prapë, të vjerë të fikë. Kështu që më mirë ngjoje çfarë thot. Po që një çmim i arsyeshëm që ti e përballon, shko. Po që në çmim stratosferë, thuj mba Allah, po zvi. Shumë mirë, ky që ta thot përpara që e ka mashallah. Ky që ta thot përpara është mashallah. Po është e smunë e shqiptarit, pa që si merë lek. A, merë lekës. Kam një rast ku toka në vitin 95-96 është zënë nga vllai i imamit. I madhi dhe nga gjyshja, thjesht është zënë, nuk është e paguar nga ata. E zun tokën për mamin, që mami im të bënte shtëpinë aty me ata. Pastaj mami me babin e kanë paguar këtë tokë. Pra është paguar nga mami dhe babi. Tani mami dhe babi kanë vendosur që këtë tokë t'ja japin firmës e të marrim apartamente. Gjyshja dhe daja thonë se është toka që ne e zum dhe neve du të na jap shtëpi nga ato apartamente që do të merrni ju. Mos u avarni hiç. Vazhdoni historinë tuaj, hidhni firmën me firmën, marroni punët,
dhe aty në jipë një karamele. Kur vi daja me gjyshen ke shtëpia, për t'i uruar për apartamentet dhe për garazhet, jipë një karamele, mushje një xhepet me karamele dhe me llokuma. Këta s'janë, nuk janë, nuk klasifikohen ke njerëzit. Kjo lloj sjellje është nxjerr nga njerëzilliku. Kam një pyetje, a mund 4 synete t'i fal veç 2 nëse jam i smur? Po, s'ka asnjë problemi. Po mund t'i falësh dhe ul, mund edhe mos t'i falësh fare, e Zoti ta jep sevapin sikur i ke fal. Para pak ditësh një grua është varrosur pa praninë e një hoxhe. Familjarët tani duan të bëjnë diçka për këtë. Si duhet veprojnë? Duhet marrin një hoxh, ta çojnë ke varri që t'i falë xhenazën. Dhe kjo ndodh, subhanallah. Po pse se boti, thash njëri u hutum, tha. Na iku prej mensh. Subhanallah. Gjëja më e rëndësishme në jetë është që i vdekurit përcillet me lutje, me dua. Hajër, është e rëndësishme, kështu veprohet. Alhamdulillah. Ehdikum muslim. Desha me të pyet, ne që i bashku akşam dhe yatsin edhe pse nuk ra shi. A duhet ta përsërisim yatsin? Jo. Përderisa imami i bashkon, imami mund t'i bashkojë edhe pa shi fare. Kështu e shep arsysh me imamin. S'ka të drejta kush ta ngrej zërin apo të kundërshtojë apo të thotë diçka. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu ka thënë, i ka bashkuar pejgamberi sa namazet në Medinë pa shi dhe pa smundje. Kështu që nëse imami e shet arsyeshme me i bashkon edhe nëse nuk ka shi. Dhe se xhamati duhet bindet. Kush e ka medhebin që s'është kjo gjëja, okay, largohet pa bërë zhurmë. Ose falet me niyetin e nafiles. Lidhet me xhamatin që mos shkaktohet fitne, lidhet me niyetin e nafiles, pra bën sikur është duke fal nafile, ai niyetin e ka për nafile, ama nuk bën dallim me xhamatin dhe nuk shkakton trazi. Në disa xhamia në Kosovë dhe në Maqedoni thirret ezanin me CD apo me YouTube. E lëshojnë në kohën e namazit. Normalisht kjo është gabim. Dhe se ezani duhet thirr nga një njeri. Pejgamberi alayhiselam ka thënë, nëse muezini thot Allahu Ekber, thuni Allahu Ekber, Allahu Ekber. Jo CD-ja apo YouTube-i, apo ora. Nëse muezini, pra është dikush që e thret ezanin, është gabim. Kjo nuk duhet ndodhi. A është gjuna të hedhin plera natën sepse kështu na thonë gratë e lagjes? Jo, nuk është gjuna, thjesht bëj bismillah edhe kaq. S'është gjuna fare, s'ka lidhje. Gratë e lagjes vazhdojnë emisionin e tyre të lalltit me pak krip. Gjyshi im ka ndruar jetë që 2 javë dhe dheu i vorrit ju ka shembur. A do thot kjo diçka? Asgjë do thot, gjëra që ndodhin, nuk ka aslloj. Gjëra që ndodhin, nuk do thot kjo që keq mirë, po ndëshkohet, po shpërblehet, nuk ka lidhje fare. Gjëra që ndodhin janë. Gjëra që ndodhin, rregullojeni varrin, shkojeni rregullojeni. Baba im e ka ëndër me shku në haxh, po nuk po janë mundësit me e çu. Unë jam e martuar dhe familja e burrit elhamdulillah kushtet janë shumë të mira dhe punoj dhe e kam rrogën time, pra rrogën time. Po ashtu dhe motra jeton jashtë dhe ajo punon. A kemi gjuna dhe ajo pranohet haxhi me ja bën ne parat pa dijenin e burrave ton? Nuk keni gjuna inshallah. Bojeni haxhin edhe për mamin edhe për babin. Zoti ju shpërbleft. Jam një grua me një fëmijë, dua t'ju bëj një pyetje. Im shoq fal 5 vakte, shkon non stop në xhami nga ora 3 e drekës deri në 9 të darkës. E ke sa me një xhami në një tjetër. Mund vjen mirë që ai falet dhe shkon në xhami, por ai u bë kohë që nuk punon dhe ngelet tu më thon që kur ta ketë shkruajt Allahu. A është e drejtë sa ju bë tani afërsisht 2 vjet pa punë dhe ngela vetëm mund duke punuar me majt familjen?
t'ishte Omeri i gjallë, këtë burrin ta të fuste në burg. Mos them i bëjtë në i gjotë tjetër. Mos them i bëjtë në i gjotë tjetër, po t'ishte Omeri i gjallë, këtë burrin ta të raste në burg. E 3 vjetë. Minimalisht. E kjo është tamam thënia e poetit, pika që si u bie se nga gratë rrojnë, ja. Pika që si u bie se nga gratë rrojnë. Burrat në hije lozin ku vendojnë, pika që si u bie se nga gratë rrojnë, ja një shembull këtu. Ky tipi për mendimin tim duhet këshillu, duhet denoncuar ke hoxhallarët. Kush kanë më u fal ky për shembull? Ke Hoxha Ahmedi, ke Ahmedi tjetër, ke Bilali, ke filani Vistegu. Thuhet është filani, edhe vallaj pa e pashtu në xhami, po nuk i fola, po nuk i këshillova, burri më i keq qofsha në botë, vallaj bilaj, për Zotin. Po se kuptoj pasha Allahun, unë nuk e kuptoj këtë lloj sjellje. Këtë lloj edukate dhe këtë lloj sjellje, që me çdo gjë mund të ketë lidhje përveç se me Islamin, me fenë e Zotit, unë nuk e kuptoj. Pra një burr, një mashkull thotë kur ta ketë shkruajt Allahu dhe shkoto u fal, dhe gruaja punon ma shtëpinë, pasha Allahun, ky vetëm burr nuk është, pasha Allahun që s'ka Zot tjetër përveç tij. Ky vetëm burr nuk është. Mund të jetë mashkull në gjini. Po ky nuk është burr, pasha Allahun, për Zotin e madh. Vetëm burr nuk është ky. Inshallah kjo motra që ka bë pyetjen, na japi numrin e tij të celularit. Të merremi çik vesh me të inshallah. Jam fejuar para 6 muajsh, para 3 ditësh më ka vdekur gjyshja. Ditën e xhenazës shtruam bukë për personat e pranishëm duke përfshirë dhe familjen e burrit tim. Sipas zakoneve të qytetit tim thonë që krushqit e rinj s'duhet të hanë drekën e parë të xhenazës, se sjell fat keq, po i ikra larg budallëve pa Zotin. I ikra se na mytën për Zotin, po i ikra pa Zotin. Largoni prej budallëve se ju u ja bën jetën të vështirë. Në një faqe islame kemi lexuar profeti Daud alayhis salam e recitonte Zeburin me zërin e tij të bukur dhe nga ndikimi i tij i thellë zakonisht 400 njerëz ndronin jetë duke dëgjuar. Po çfarë bëhet në vllai? Profet që i ka pasdhon Zoti melodinë lexim që se ka pas njeri në botë, zërin dhe melodinë e Daud alayhis salam. Vend për thonë 400 veta kur e ngjoshin pranonin Islamin, bëheshin muslimon, thot 400 veta vdiqshin. Këta janë faqe që duhen arrestuar pronarët e tyre. Majni mend këto faqe o vëllezër dhe motra dhe shpërndajni këtë lajm që unë sapo e thash, që janë faqe të cilat abuzojnë dhe mashtrojnë dhe s'kan lidhje me fenë e Zotit. Pash Zotit në ruajeni veten dhe ruajeni familjet tuaja nga këto lloj faqesh. Hoxhi nderuar, jam pagëzuar pa dëshirën time se nuk e dija se çfarë është pagëzimi. Jam shumë i pendum kur e mora vesh se pagëzimi do të thotë ndrim feje. Mos e vrit mendjen fare, përderisa se ke bë me dëshirën tate, përderisa se ke di se çfarë po ndodh, stresit zero, la ilaha illallah Muhammed Rasulullah dhe je okay. Mos e vrit mendjen fare, je okay. Vjerës timi ka ndruar jetë i biri pra kunati im, një komshie i ka thënë ndaj zjarr dhe hidhi gjallë se vjen shpirti ati në orën 4 masdite, i në orën 2 të natës. Qa janë këta më për Zotin? Vjen shpirti i ti, thot në orën 4 masdite dhe i në 2 të natës. Për këta është thot nisi zjarë edhe hidh gjallë ke zjarri. I Zotin, për Zotin. S'ka. Ha?
Problemi është që nga i morin, nga i kanë gjetë këto gjona, nga i kanë ardhur. Subhanallah. Vallaj për të habit për Zotin. Nëse kjo nuk ekziston, kjo është tamam për atë shprehjen larg budallëve. Thot në lidhje me zekatin, pyetja tjetër, nëse unë kam pas 10.000 euro dhe kam dhënë zekatin, tani kur vjen viti tjetër dhe është prapa i 10.000 eurosh, a duhet t'jap zekat? Po, duhet t'jap zekat. Zekati është për vlerën që e ka zënë viti të paprekur. Pra nëse ti ke dhënë zekat këtë vit, po është e njëjta shumë vitin tjetër, duhet më thonë, derisa është në kufirin e zekatit. A nëse zbret nga kufiri i zekatit, për shembull, zekati këtë vit, për shembull, le të themi ishte 9.000 euro. Dhe unë i dhash 2.5%. Dhe zekati vitin tjetër është prap 9.000 euro, po tani kjo ka ngel 8.000 sa i bjerë. Atëherë jo, se ke për obligim. A më në qofë se bëhet prap 9.000, edhe thjesht rrit 9.000, obligohesh. Për shumë ka pas 20.000 euro, ka thonë zekatin, për shumë 500.000 lek, 500 euro. Pra ka pas 20.000 euro dhe ka thonë zekatin 500 euro, ose ka pas 20 milion lek dhe ka thonë zekatin 500.000 lek vjetra. Mirë po, në 19 milion e gjys, obligohet zekati? Obligohet. Në 19.500 euro, obligohet zekati? Obligohet. S'ka lidhe, dhe pësa është e njëta shifër. Si agjeron ditët e mbetura përsa i përket datës edhe orës? Merr një kalendar të zakonshëm edhe ec me kalendarin e zakonshëm. Do ma gjur nesër Ramazanin ti? Nesër. Hajde ta shohim për nesër. Kalendari i zakonshëm thot sabahu në 3:38 minuta. Do më thonë deri në 3:38 mund të hajsh. Akshami, thot kalendari për nesër mbroma, 19:49. Pra ti mund të hajsh deri në orën 3:38 dhe duhet ta çelësh në orën 19:49. Këtë duhet ta bësh me çdo ditë agjërimi që do të agjërosh. Jo vetëm në Ramazanit, po edhe të honat dhe të njëjtët, ose i ditë po i ditë jo, kështu veprohet. Ecet me kalendarin e zakonshëm. Motra ime ka 2 fëmijë, një vajzë dhe një djalë. Motra ime ka një shtëpi 3 katëshe dhe ka 2 dyqane. Vajza ka mbaruar shkollën e lartë, djali nuk deshi të mbaronte shkollën e lartë, edhe pse motra ime e luti shumë. Djali thotë se gjithë pasuria që kanë prindrit i takon atij. Meqense se unë thotë do të mbaj prindrit kur të plaken. Dhe meqense se ai nuk e mbaroi universitetin, ndërsa motra me që ka mbaruar shkollën nuk i takon asgjë. Me fe, si ndahet kjo pasuri hoxhi nderuar? Ky djali që ka stakfirullah se s'du me fol, e rëndësishme ky çuni nuk ka drejt. Nuk ka të drejt, po pasuria do të ndahet siç thot feja e Zotit. Feja e Zotit thot gjithë pasuria që lejnë prindrit ndahet në këtë rast i çun dhe i gocë në 3 pjesë. 2 pjesë i merr çuni dhe 1 pjesë e merr goca. Dorsa ky çunit ke turp për veten e vet që flet në këtë gjuhë. Thot motra më që ka mbarë shkollën s'e takon asgjë, se unë do të maj prindrit. Çe duhet bëti që duhet maj prindrit dhe të bën heroizëm, i të bën ai punë të madhe. Subhanallah. Do të thonë tamam ajo shpreha është prish bota, vallahi bilaj për Zotin, është prish bota. Është prish bota, vallahi bilaj për Zotin. Të pyes diçka, thotë të vdekurit ku vjen mbasi vdes, se po bën disa herë që gjyshi ka vdekur dhe gjyshja thotë që duhet i groposim në mur, që mos t'i kismeti prej shtëpisë. Zot, la ilaha illallah. Çfarë thon këto më vëlla? Thonë të vdekurit me i fut mur që mos t'i ki marsia. Çfarë bëhet shumë? S'ka lidhje kjo me pasha Zotin, kjo nuk ka lidhje me fe, me islam, me besim. Këta janë besytni, këta janë
Ora dhe logjik nuk ka kjo më burr për Zotin më logjik. Thoj të vdekurit në mur. Nuk e di, për Zotin nuk e di. Selam aleikum habibi, e mirë si je? Si të kam? Desha me të pyetën për këtë teravije që pi falmi të në xhami. Ke xhamiet ku më konë unë të torçit shumicën që era klasën kom për teravije të torçit të shqiptarë. Tash e kena tonë shqiptarëve dhe ma çdo 4 rekatëshi o interes selavat, Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Ose kënora të Allahumme salli ala Sejidina. Përti për shaka fjallën? A është kjo në tradit islame? A duhet me vepu apo jo? Që të shma ditë? Selam. Që ka pyetje e vjetër me sa duket? Jo, nuk është prej synetit kjo gjë, është prej bidateve. Kam bet, me që do të bëshim pushim mes teravive, mes rekatëve, i futshin një salavat edhe meshin një qik forcë dhe fuqi. Po nuk ka argument për këtë gjë, nuk ka argument për këtë gjë, është prej bidateve. Kam 3 vite e fejuar dhe vjera me kunatën s'më kanë dashur kur. Unë jam katolike dhe vjera më thotë mbaj Ramazan për më thotë se ti mban Ramazan për të dobësuar, siç mban dhe kunata. Çdo ditë i flasim burrit tim se si ai të heqë dorë nga unë. Mirë pa i ka vazhduar të më thotë duhet të dëgjosh nënën time, motrën time dhe vllajën tim. Çfarë të mund? Ty, Zotit u zoftë, inshallah, pranon islamin, për veten tate, s'ka lidhje me këtë, kurse mu nuk më duket as pak interesante dhe e logjikshme që çuni ti thot nusës gjë, duhet të dëgjosh nonën, duhet të dëgjosh motrën dhe vllajën tim. Për mendimin tim, kjo nuk është as pak normale me islam. S'ka lidhje kjo me fenë e Zotit. Pra ky njeri ka dobësi në karakter. Ose ka njerëz që gjoja traditën familjare, i japin përparësi se kështu do tradita nonës, vllajt, mot, po pritet edhe se kjo goca është martuar me ty. Pastaj ti nuk mund ta akuzosh tjetrën që e menaxherimit për të dobësuar ti. Kjo njohësia e të fshehtave, zbuluesja e zemrave. Hajr inshallah, Zoti ta lehtësoft, nuk di çfarë më thon. Po pranoj islamin për veten tate, mos e vrit mendjen për tjerat. A e prish agjërimin adalati poshtë gjuhës për tensionin? E kemi thonë këtë gjatë Ramazanit që nuk e prish agjërimin. Sepse edhe pse hyn diçka në trup, nuk hyn nga rrugët e të ushqyerit. Nuk hyn nga rrugët e të ushqyerit. Për të qenë mishi halal, përveç shprehjes me bismillah dhe drejtimin nga kibla, duhet që personi të fali 5 vakte apo ndonjë namaz, apo mjafton agjërimi. Që mishi të jetë halal, kafsha i herë duhet të jetë halal, kushti i parë. Kushti i dytë, personi që e therr duhet të jetë musliman, ose i krishter, ose hebre. Kushti i tretë, të theret me kuptimin e thikës që të derdhet gjaku. Kushti i katërt të prihet ezofagu, gabzherri, venat, dhe e pesta, që tek disa dietarë është kusht, tek disa jo, thënia bismillah. Thënia bismillah. Dikush e ka kusht dhe dikush thotë është sunet. Kështu që kjo është, s'ka lidhje 5-1 apo Ramazan. Personi që e therr duhet të jetë musliman. Ky është kushti. Personi që e therr duhet të jetë musliman. A mund ta jap zakatin e pasurisë më përpara se viti i kaluar? Po, lejohet, nuk ka asnjë problemi. Pra për shembull, dikush e ka dhënë zakatin në fund të Ramazanit. Mirë, po këtë vit, në fillim të Ramazanit është një situatë, është një gjë që duhet me e shpejtu zakatin, nuk ka problem. Po cili është viti tani?
viti është ky që dham si mjet, 5 Ramazani, apo 25-sha që unë kam datë të zakatit tim, 25-sha. Ti thjesht e ke dhënë para koha, mo data e vërtet është 25. Data e vërtet është 25. Anestezia a e prish agjërimin? Jo, nuk e prish agjërimin. Anestezia tek stomatologu thot, a e prish agjërimin? Nuk e prish agjërimin. A është lejuar që ti fal 2 sunet e sabaut për Muhamedit a.s. Jo, vallai, se del prej feje. Bën shirk. 2 sunetet falen për Allahun. Edhe pse themi ne sunet, pra tradit profetike, do me thënë se këto 2 sunet bëhen për Allahun. Thjesht, burimi i informacionit në ka ardhur nga pejgamberi a.s. jo si e detyruar. Fjala sunet do thotë burimi i informacionit në ka ardhur nga pejgamberi a.s. jo si diçka e detyruar. Por ky është adhurim që kushtohet Allahut. Se ndoshta dikush kujton farzet i kushtohen Allahut, sunetet Muhamedit, jo mërzotni. Farzet i kushtohen Allahut, sunetet i kushtohen Allahut, nafilet, namazet vullnetare, çdo gjë i kushtohet Allahut. Ku ka? Po ja kushtove Muhamedit Islam fiasko, fishek nga Islami. Del. A lejohet të zbukurohet shtëpia me rastin e bajrameve? Po si jo, lejohet, nuk ka asnjë lloj problemi fetarisht. Jam një djalosh i ri 20 vjeçar, jam besimtar musliman dhe jam informuar për Islamin pak. Kam filluar të praktikoj namazin, por kam vështirë të përqendrohem në namaz. Jetoj në Gjermani, por shoqëria që me të cilët bashkëjetoj nuk janë musliman. Po më thonë leje namazin se bën shumë gabime kur falesh. Këta që kanë dietar të mëdhenj, këta të kuptohen edhe kur bën gabime namaz apo jo. Kështu që mos e vrit mendjen, vazhdo vëlla, avash avash. Mundo të gjesh shoqëri tjetër, frekuentosh xhamiat atje në Gjermani. A e dini që numri i xhamiave në Gjermani është më i madh se numri i xhamiave në gjithë Ballkanin. Pra, po të bashkosh Malin e Zi, Kosovën, Maqedoninë, Everiut, Shqipërinë, Preshevën, Bosnjën, ti mbledhësh gjitha xhamiat, në Gjermani është numri më i madh i xhamiave. Kështu që gjej xhami vëlla, lidhur me shoqëri islame, muslimanësh, dhe këtyre shokëve thuj keni të drejtë. Po ti mos e prish terezin, vazhdon atë të tëndën. Mua prindrit më kanë bërë lanet sepse kam zgjedhur për bashkëshort një burr të një race tjetër. Ne kemi një familje të rregullt, të dy jemi besimtarë dhe agjërues. Po ndihem shumë siklet për prindërve të mi. Kam kërkuar shumë herë të takohemi, të pajtohemi, por nuk duan. Ajër, inshallah. Qa ka ik. Zotit dhënë të lumëtëri, e i pafsh hajrin. Ky lanet lik, apo mallkim që bëjnë prindrit, se e martu me njëri me racë tjetër nuk të zën. Në qafën time, e marrin përgjegjësinë ke Zoti. Gjahiliet. Nëse dikush është me kolit dhe ka gjak derdhje, a pranohet agjërimi? S'ka lidhje, agjërimi është i saktë, nuk ka lidhje, agjërimi është i saktë. E di shumë mirë që mishi i derrit në Islam është ndaluar. A lejohet që ta përgatisim për dikë tjetër? Jo, nuk lejohet. Përderisa neve na është ndaluar, nuk mund ta shërbejmë për të tjerët. A lejohet vendosja e basteve për gara me kuaj, se kështu e kemi kuptuar një ditë nga pyetje përgjigjet tek ti.
Lejohet vendosja e basteve në garat me kuaj nëse janë kuajt e tua ato që garojnë me kuajt e tjerë. Jo kur garojnë kuajt e botës, edhe ti vend baste. A që shuhet bigjoz, është haram. Ama në qëse në kuajt e tua dhe ti fut në garë me kuajt e tjerë, lejohet vendosësh bast. Po kështu edhe në rastin e shigjetave, shënjestrave e tjere. Ka tolerancë, sepse kjo është për mision. A janë halal guzat? A e dini qa janë guzat? Kush është nga Poradeci këtu? Kemi në nga Poradeci? Qa janë guzat? Se di? E në të shpendet, zdojst e liqenit, që janë guza. Si rosat? Jo, rosat janë tjetër. Ndoshta, e rëndësishme, halal janë, qofse përfshien në therjen apo në gjuetin e vërtet, janë halal. Pra, si janë shpend halal. Janë halal. Djali kushëri është 5 muaj dhe unë po i them për ta bërë sunet. Mirë po më thonë se është i vogël. S'ka lidhje, nuk ka lidhje. Sunetliku mund bëhet 7 ditësh, dhe kjo është më e mira, po mund bëhet edhe më vonë. Nuk ka asnjë lloj problemi, fetarisht nuk ka problem, si ta shohin familjen, nuk ka problem. E kam djalin 1 vjeç dhe ai han 4 vakte ushqim, po unë akoma i jap gji. Sepse e ndihmon për dhëmbët. S'ka problem. Nuk ka lidhje. Me fe mund të japsh gji edhe 5 vjeç. Puna është, a i bën dobi. A që i bën dobi është derisa të mësohet fëmia me hongër. Kur mësohet me hongër, të hanë 4 vakte, Allah dhe më smiri, a bën mund të dobi që si nanës apo jo. Po, si gjykim islam lejohet. Me datën, ja, thot, bete, a lejohet me islam të hiqen nishanet? Lejohet, por mirë që të bëhet një biopsi për para, këshilla ime, nga një përvojë që kam i shokun tim të shkollës, ja kanë hequr, pastaj ju kthyn në kancer. Dhe nuk zgjati më shumë se 2 muaj vdiq. Pra nëse është në një nishan që specialistët thonë që duhet bërë në biopsi apo diçka, mirë është që të shifet, se mos është në gjë që mund ta dëmtojë njeriu më shumë. Keni dëgjuar besoj për këtë rastin e fëmijës Dragua, cili është opinioni për të? E para, ka një proverb që thot edhe bitilarës të më në kush. Sile fronin, pastaj filloj edhe gdhende. Pra ti nuk mund gdhendësh në ajër. Pra duhet vërtetuar. Duhet vërtetuar. E para. E dyta, nuk... Ka shumë legjenda urbane rreth këtyre fëmijëve Dragua, apo me flatra, apo pa e pa dikush vdesë, muhabete, apo luftojnë kulçedrat, apo kur bie shi i kishin qiell, muhabete, filma fantastiko shkencor
të prodhuara në kohën kur ishin bardhëzi gjërat. Kështu që këto gjëra nuk ekzistojnë, po nëse ndodh në një rast ku dëgjon probleme gjindësh, sepse njeriu ka strukturë, ka mënyrë se si zhvillohet trupi i tij, jeta e tij e gjithçka. Këto përjashtimet ose janë mutacione, ose janë muhabete gjindësh. Burri më thot, ti e martu me mu, s'ka mo të kujdesesh për nënën dhe babajnë tënd. A është e vërtet se tash vetëm burri më shtin xhenet e jo nëna dhe baba? Jo, ky është burr mashtrues, manipulator. Ky burr manipulon me argumentat e fesë. Ti duhet kujdesesh për prindërit e tu, përderisa i ke kushtet dhe mundësitë. Kur si ke. Ti ke detyrimet kryesore ndaj bashkëshortit, ndaj fëmijëve. Nëse ka hapësirë për t'ju shërbyer prindërve të tu, shërbeju, ndihmoj, me sa ke mundësi. Kurse ky muhabeti që gruaja ka xhenetin ke komt e burrit, kësë ekziston në Islam, është mashtrim. Po, burri është xheneti dhe xhehenemi i gruas, po, kjo është e vërtet. Po jo me e bo burrin pronar të xhenetit. Po desh burri të fut, po desh burri s'të fut. Është muhabet leprash. Pra ka burra që manipulojnë, që bëjnë lojra. Xheneti i çdo njeriu, mashkull apo femër, është ke nona e vet. Po gruaja ku e ka xhenetin, ke nona vet. Po burri, ke nona vet. Po bashkëshortja, ke nëna e saj. Po burri ka punë, ka detyrime, ka detyra, ka përgjegjësi, kanë raporte me njëri tjetrin. Po nuk është burri rojtari i xhenetit gruas, po desh ai e fut, po desh ai e nxjerr. Është abuzim. Kanë qejf këto burrat kur gjejnë gra ignorante që s'morin vesh nga këto muhabete i paralizojnë, i impin me këto muhabete. Po jo si u moho ka baba dhe nona, pse e martu. Nona dhe baba nuk vjen më kur, burri vdes, martohesh me tjetër, pa talli madh. Non babë zbohet njëri. Këta të mençmit, xhenetin e keke unë. Rojtari i xhenetit ky, ka marrë çelësat ky. Po deshi e fut, po deshi se fut. Hej, Zot na fal. Ka vajt kohë, Habib? A ka problem që kur falem 100% fjalëve nuk i theksoj dot ashtu siç duhet? S'ka gjë, avash inshallah, mësohen gjërat. E kam djalin për hasret. A bën me ashpu veshin? E me avu një vath? Jo, nuk bën. Për hasret do të thotë kam çumë të vetëm. I thon këto vëllezër nga Kosova. Djalë për hasret do të thonë çuni vetëm. A bën me ashpu veshin? Jo, me angjit po e me ashpu. Shiqyr që i ka thonë Zoti vesh tamam. Ullu mirë shpirt, ullu mirë zemra ime. Pesha modhe, po duhet më shtetu diku. Një vajzë pa dërguar foto dhe unë kishe qëllime serioze me këtë. Më thotë që unë kam vetë shok. Kanë kohë të lirë gocat dhe lidhen me çunat me bo muhabet. Sa për shoqni. Ky i shkreti është nez flag. I ka shku temperatura 46, thotë shqyr, më doli fati. Kërsa e thotë, jo, kishëm shumë për shoqni, për muhabet. Alhamdulillah, s'ka, nuk ka kush i arreston.
Baba ka pas njëtë me shku këtë vit në haxh, mirë po ndroi jetë dy javë përpara. A pranohet me dërgu di këtë tjetër bedel? Pra në vend të tij? Po. Por kushti është që ky personi që dërgohet duhet ta ketë bërë haxhin për vete, më përpara. Duhet ta ketë bërë haxhin për vete, më përpara. Si duhet veproj një grua e cila është në fillimin e menopauzës, për sa i përket çrregullimit të menstruacioneve. Sa herë ka menstruacioneve, nuk falet. Edhe pse mund të jenë afër, edhe pse mund të jenë shpeshta, derisa të stabilizohet. Hoxhi i nderuar, a lejohet të mbahen 2 Kurane në shtëpi, 3, 4, 5, 15? Sa veta jeni në shtëpi? 13 Kurane, gjithë secilit ketë Kuranin e vet. S'ka se dhe problemi fetarisht. Jetoj në një shtëpi me një vëlla nga Maqedonia dhe të dy falen mirë, po ai se di diçka më bën përshtypje, më thotë gjithmonë kur gatuan, tenxherës vendosi kapakun sepse hyn xhindët dhe hajnë aty. Hajër inshallah, thuj Zoti ta shpërblef, po ja ke fut kot plako. Nëse jeni në një lidhje, sa ditë duhet për të bërë nikah? Sa më shpejt me dalë prej haramit bëj nikahun. Nëse jeni në një lidhje, sa më shpejt bëj nikahun. A jeni dakord me njëri tjetrin? A jeni përshtat me njëri tjetrin? A jeni në rregull me njëri tjetrin? Përderisa jeni në rregull, bismillah, mos e vononi më, mos vazhdoni më në haram. Derisa të bëni nikahun, ju jeni në haram. Dilni nga harami sa më shpejt. E kam lidh një macë, thot, me litar dhe kam ik me lujt me fëmijët. Kur jam kthyer unë, macja ishte varë në litar duke u rrotulluar në të. A më falet mua ky gjuna? Përderisa ke bo pa dashje, Zoti të falet. Përderisa ke bo pa dashje, ti e ke lidh, po se ti pse du ta lidhësh me macën. Mund ta lësh të lirë macën. Ej, Zoti më. Më ka ndodhur, thot, një aksident dhe shqyr Zotit jam mirë, po njerëzit po më thonë që duhet të hedh sheqer tek vendi i ngjarjes, edhe vaj. Jo vetëm sheqer, po edhe vaj që të bëhet tamam mamëlsin. Këta janë besëtni, vlla, besëtni që mos i ngjoni fare. Nuk ka argument për këto gjona. A mund të më shpjegosh pak për kufin të Safa dhe Merva në umre? Mos e vrit mendjen. Shko deri ke rrethi, je në rregull, shko deri ke rrethi këtë maton je në rregull. Stresi zero. Fëmijët ndonjëherë harrojnë të hyjnë në banjë duke ngrënë. Duhet me edukuar që mos të hajnë në banjë, duhet me edukuar. S'është normale. A duhet çdo hoxh të di 114 surat e Kuranit që të jetë hoxh? Jo. S'është kusht me i di 114 surat. Mund di më pak, ka lidhje me hoxhlikun. Hoxhliku është shkollë, marrën shkollë për atë punë, specializohet për atë punë e tjerë. S'ka lidhje me surat. Dhe ka vajt koha, Habib? Oke, fundit fare. Ase pa e le mirë tjetër. Si e komentoni ju këtë ngjarjen? Gjithë besoj e kam pak këtë ngjarjen. Ngjarja thot, xhindi duke thirr surën Yasin, jo duke knu, po duke thirr. Xhindi duke thirr surën Yasin në një xhami të Turqisë. Mos i besoni o vëllezër këto lloj muhabete që hapen nëpër internet, nëpër TikTok, mos i besoni. Sot montazhimi është bërë gjëja më e thjeshtë që mund të ekzistojë. Ku e morën vesh to që ishte xhin? Jo, po kur e hapëm derën ne s'kishte u ndër. E pse duhet me besu atë për shembull? Pse duhet me besu këtë muhabet? A nuk mund të montohet kjo gjëja?
mund të montohet dhe mund të bëhet film. Kështu që mos u merrni me këto lloj gjëra se ju harxojnë jetën tuaj që është shumë e bukur dhe e shtrenjtë me humor me muhabetet e tilla. Zoti ju rujt, Zoti ju shpëlbeft. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.